Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar së bashku ngjarjet dhe dinamikat në fakt më të fundit që po ndodhin nga jeta e personazheve publik. Gjatë natës së mbrëmshme, me patjetër që kam patur shumë mesazhe të tipit që Tiron, a e dëgjove intervistën të Eglit, a e pe intervistën e Eglit, si të duk Egli, çfarë tregon Egli dhe kush në të vërtet është Egli. Tani, unë Egli Takon, për ato që mua më kanë ndjekur për vite në kanalin Monitor TV, sepse nuk jam sot, do me thënë janë bërë vite, gjithmonë e kam klasifikuar si një vajzë të veçantë, gjithmonë e kam klasifikuar si një vajzë të mrekullueshme dhe gjithmonë e kam klasifikuar si një vajzë unike në dimensionin e saj, do me thënë unike në natyrën e saj. Egli Tako, një nga personazhet më të veçantë edhe më të bukur të Big Brotherit të vitit të kaluar, natën e mbrëmshme ishte në një intervistë dinjitoze. Unë e them intervistë dinjitoze sepse kombinimi i fenomenit Grita Duma dhe kombinimi, unë do ta them, i fenomenit Egli, të bën që ti të bërthesh ekranin edhe ta dëgjosh me vëmendje. Çfarë pash unë? Unë pash një Egli e cila ishte tepër e artikuluar dhe shumë e fokusuar në bisedë për të thënë atë se çfarë ajo e ndjen, atë se çfarë ajo e beson dhe atë se çfarë ajo e don. Me thënë, pash një Egli që dhuron një emocion të jashtëzakonshëm, që dhuron një energji pozitive të jashtëzakonshme. Pash një Egli që ishte falendëruese drejt rrugtimit të Big Brotherit, që nga shoqëria me Redonin, do me thënë që ndërtua një shoqëri shumë të bukur në fillim dhe një shoqëri që filloi të merr qëndrime të qarta në rrjetet sociale, deri tek marrëdhënia që Egli krijoi me Gjesti, një marrëdhënie që Egli e la të nënkuptueshme, që do me thënë gjërat me zor nuk shkojnë dhe me shumë mirë kuptim ne i thamë mirupafshim njëri tjetrit. Unë dua ta përgëzoj Eglin, sepse jo të gjithë vajzat pas një dështimi, nëse mund ta quajmë dështim këtë, veprojnë në këtë formë, luftojnë në këtë formë, qëndrojnë në këtë formë, përkundrazi janë më të egra, janë më të ashpra, janë më jo falenderuese, por Egli diti të tregoj karakter, Egli diti të tregoj vërtetësi dhe na tregoi që me dashuri, me pozitivitet dhe me energji të mirë fitohen gjërat. Unë dua ta komplimentoj dhe dua t'i them që qëndroj gjithmonë kështu.